Në mëngjesin e sotëm, në fakt, dy ekipe nga Tirana për të ndjekur procesin zgjedhor që në Kosovë do të zhvillohet ditën e nesërme, por duke qenë se kemi mbërritur që sot nuk mundet dot që të mos përcjellim dhe këtë atmosferë që ashtu sikurse edhe mund të shihet përmes këtyre pamjeve të drejtë për drejta që po ndjekim tani mendimin e operatorit ku drejt plaku, janë të zjarrta me këngë patriotike, me flamuj kuqezi dhe gjatë gjithë kohës qytetarë të rinj kryesisht që mbështesin kombëtaren dhe shpresojnë një fitore të Shqipërisë sot përballë Serbisë. Do të provoj në fakt të pyes disa prej tyre për emocionet e kësaj ndeshje. Do të afrohem me dy djemt, njëri prej tyre është me flamurin kuqezi dhe autoktonus. Shpresoni fitoren e kombëtares shqiptare sot? Janë të emocionuar, disa nuk duan të flasin. Çuna, shpresoni fitoren e kombëtares sot? Nuk duan të flasin si duket, presin rezultatin, do të provoj të tjerë, ndoshta për të marrë, po themi, ato impresionet dhe përshtypjet e kësaj ndeshje. Shpresoni fitoret kombëtares shqiptare sot? Përshëndetje të gjithëve. Unë fakt kam zgjedhur Kosovën për ta ndjekur ndeshjen. Keni ardhur nga Tirana? Po, kam ardhur nga Tirana dhe po më pëlqen atmosfera jashtëzakonisht shumë dhe shpresoj në një fitore të thellë, pse jo. Faleminderit. Ja, Greta, ishte kjo rastësi e bukur në fakt që siç duket nuk jemi të vetmit që kemi mbërritur nga Tirana për ta ndjekur kombëtaren shqiptare nga Prishtina. Do të afrohem me djemt që siç duket kanë zgjedhur ta ndjekin ndeshjen edhe të shoqëruar me nga një birrë. Shumë fantastike. A besoni në fitoren e Shqipërisë sot përballë Serbisë? Po si jo, kemi ardhen kas për këtë. Si jo. Nga Italia. Nga Italia. Po. Dhe çfarë ju duket më e rëndësishme, fitoria e Shqipërisë sot përballë Serbisë apo Kosovës dje me Sloveni? Çdo fitore ndaj Serbisë është fantastike, më fantastike se çdo gjë tjetër. Faleminderit. Ja, siç duket, më së shumti pas ka të ardhur nga Shqipëria ose nga vende të tjera, do afrohem me djemt. Fiton Shqipëria sot apo? Po, Shqipëria e fiton. Çfarë është më mirë, me fitu Shqipëria sot apo të fitonte Kosova dje me Sloveni? Dyjat më mirë. Greta, sigurisht janë ovacionet e zakonshme, do thoja që her pas here tifozët ultras të kombëtares këndojnë edhe në stadiume, por edhe në çdo vend ku grumbullohen për të ndjekur. Se nuk i shoh shumë të flak. Greta, nuk dëgjova mund të ma përsërisësh edhe një pyetje. Ndërkohë kisha Lediane pak më përpara dhe kishte Tupana në Tiranë, edhe Flagadan, Tupana, shumë flamuj, kishte nisur kënga, valle aty. Aty i shoh të përqendruar ndaj ekranit, apo më duket mua, Erdit? Po, siç duket, kanë më tepër pritshmëri nga ndeshja, kështu që do e ndjekin ata me kërshëri dhe ndoshta me një rezultat pozitiv, të shpresojmë mund kemi edhe ndoshta një atmosferë më të elektrizuar këtu në Prishtinë. Sigurisht nuk mund të krahasohet me atë që përcolli pak më herët kolegja Lediana, për shkak se aty ka organizim të tifozave kuqezit, ndërsa këtu janë qytetarë dhe po themi tifoz jo të organizuar të kombëtarës, kështu që më së shumti ata janë të përqendruar për ta ndjekur ndeshjen dhe duke shpresuar dhe uruar sigurisht një rezultat pozitiv përballë Serbisë, që do të ishte një augur mjaft i mirë për ëndrrën e Shqipërisë për të shkuar për herë të parë në kampionatin botror të